Ministri në detyrë i mbrojtjes së Jug Maqedonci ka bërtëditur se nesër e diel fillon Defender Europe 2025, ushtrimi më i madh ndërkombëtar i drejtuar nga ushtria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Evropën dhe Afrikën. Forca e Sigurisë së Kosovës, pjesëmarrëse në ushtrimin më të madh ndërkombëtar të drejtuar nga ushtria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, shkroi Maqedonci, i cili ka treguar se në këtë ushtrim do të jenë pjesëmarrës 29 shtete me 25.000 ushtarë të angazhuar. Kosova, ka treguar ai, është shteti pritës i shtabit të divizionit e 28 të ushtrisë amerikane, forcave të armatosura të Shqipërisë, Kroacisë, Maqedonisë e Bullgarisë. Derisa për 2 javë Kosova do të jetë një koqire e këtij ushtrimi ushtarak, Ministria e Mbrojtjes ka njoftuar se nga hana e deri më 9 qershor do të ketë lëvizje të konvojeve nga bazimet e Forcës së Sigurisë së Kosovës në drejtim të rajonit të Gjakovës, saktësisht aeroportit të Gjakovës dhe poligonit ushtarak në Babaj të Bokës. Forca e Sigurisë së Kosovës përmes ekzekutimit të këtij ushtrimi do të tregojë gatishmërinë operacionale dhe shkallën e ndërveprojshmërisë luftarake me vendet partnere të rajonit, përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Shqipërinë, Kroacinë, Maqedoninë e Veriut dhe Bullgarinë, ka thënë Ministria e Mbrojtjes në prag të nisjes së këtij ushtrimi më i madh ndërkombëtar i drejtuar nga ushtria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë, drejtori i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë shqiptare, Ardian Lilo, ka treguar se synimi i kësaj stërvitje është demonstrimi i aftësive dhe angazhimi i NATO-s në mbrojtjen kolektive, ndërkohë për herë të parë Shqipëria do të angazhojë edhe dronat e saj në këtë stërvitje masive. Defender Europe 2025 është demonstrimi më i madh ushtarak në Europë, i udhëhequr nga trupat amerikane, e ku përfshihen anëtarë të NATO-s dhe vende partnere, e ndarë në 3 faza stërvitja, e cila ka nisur në pjesën veriore të kontinentit më datë 11 maj, do të përfshijë afro 28.000 trupa në 39 vende. Operacionet do të shtrihen në territorin e 16 shteteve dhe në to do të angazhohen njësi të shumta ushtarake nga deti, toka dhe ajri. Ai thotë se synimi i kësaj stërvitje është për të demonstruar aftësitë dhe angazhimin e NATO-s në mbrojtjen kolektive dhe për të rritur gatishmërinë dhe ndërveprojshmërinë mes vendeve aleate në kohë të trazuara si këto, kur Rusia po sulmon Ukrainën prej shumë vitesh tashmë. Ballkani dhe Europa Juglindore do të jenë pjesë e skenarit të stërvitjes në fazën e dytë, Immediate Response. Kjo fazë përfshin mbledhjen e rreth 12.000 trupave për të demonstruar aftësitë e sigurisë dhe përforcuar mbrojtjen kibernetike në Shqipëri, Bullgari, Kroaci, Greqi, Kosovë, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Slovakinë. Shqipëria do të jetë host, pra vendi mikpritës jo vetëm për stërvitjen, por do të ketë edhe një nga brigadat shumëkombëshe. Stërvitja do të fillojë në datën 26 dhe do të vazhdojë deri në datën 9 qershor 2025, do të ketë angazhim të trupave, një pjesë të cilave do të vijë nga përtej oqeanit, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pjesa tjetër nga vendet aleate, u shpreh Lilo. Ndërkohë, për herë të parë Shqipëria do të ketë edhe kapacitete dronësh të këtë stërvitje. Shqipëria do të jetë angazhuar me forca toksore, forca speciale dhe kapacitete gjeniere, po ashtu do të jetë angazhuar për herë të parë këtë vit me kapacitete dronësh me helikopter dhe njëkohësisht do të ketë edhe një kapacitet detar, i cili do të jetë në koordinim dhe do ta mbështesë me kapacitet ajrore, vijoi ai.